Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Falënderimet dhe lavdërimit takojnë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala, vetëm atë falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, ndërsa salatët dhe selamet ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik edhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, sot inshallah do ta kemi me neve një hadith të cilin do ta trajtojmë, edhe pse e dim se shumë prej juve, për mos me thonë të gjithë, ndoshta keni ndëgjuar këtë hadith të shpjeguar prej hoxhallarëve të ndryshëm apo keni lexuar për ta, pasi është një hadith shumë i njohur i cili flet për disa kategorive të veçanta të njerëzve në ditën e gjykimit. Mirë, po megjithatë, në aspekt të përkujtimit, inshallah përfitojmë prej tij edhe nëse vetëm e rikujtojmë atë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që e transmeton Ebu Huraira, thotë sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Thotë 7 grupe apo 7 kategori janë ata të cilët Allahu ka me I vendosur në hijen e tij në ditën e gjykimit, ditë kur nuk ka me pas hije tjetër përpas hijes së Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu, çish edhe e dim, në ditën e gjykimit ka me I tubu të gjithë njerëzit. Ka me I tubu të gjithë njerëzit në një vend, edhe ka me I shpërbly ose ka me I ndëshku ata për veprat të cilat ata I kanë bërë në këtë botë. Që thot Allah subhanahu wa ta'ala, li yajzi alladhina asa'u bima 'amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna. Thot që ti shpërblej ata që kanë bërë keq për ata se çka kanë vepruar, po edhe ti shpërblej ata që kanë bërë mirë me shpërblimin më të mirë. Edhe gjitha kjo ka me ndodh pas një dite shumë të gjatë, pas një dite shumë të mundimshme, pas një dite shumë të nxehtë, ku çish e tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është dita ku tadnu shamsu yawm al-qiyamati ala qadri mil. Thot ka me u afru dielli në ditën e gjykimit tek kokat e njerëzve sa largësia e 1 milit. Pastaj transmetuesi thot pasha Allahun, thot nuk e di se a ka qenë për qëllim një njësi matëse e kësaj bote për cilën arabët e kanë përdorur sa sheh syri, gjatësia sa sheh syri, distanca e syrit sa sheh, apo është për qëllim shkopi me të cilin ata marrin prej bojës së kuhlit edhe i lyn syt e tyre. Po ajo se çka kuptohet është se dielli ka me qenë shumë afër kokave të njerëzve në ditën e gjykimit. Pastaj vazhdon hadithi dhe thotë se nxehtësia e tij ka më shumë fishu, edhe prej vapës madhe kanë me uzi kokat e njerëzve ashtu që zihen kazanet. Edhe thotë se faminhum man yablughu ila ka'bay ya'rufuna fiha ala qadri khatayahum. Thotë kanë me u djersit njerëzit në bazë të asaj se sa kanë punu në këtë botë edhe se çka kanë punu në këtë botë. Ka me pas prej atyre që djersët kanë me imbri deri tek nyjet e këmbëve, ka me pas prej tyre që djersët kanë me imbri deri te gjunjët e tyre, ka me pas njerëz apo kategori që djersët e tyre kanë me imbri deri te goja e tyre. Edhe tregon transmetuesi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bë me dorë te goja e tij dhe ka përmend që sikur freni që I vendoset kafshës, deri në atë gjendje ka me imbri djersa e njeriut, I cili do të thotë ka pas shumë gabime, sepse secili ka me pas gjendjen e tij ashtu qysh e ka pas gjendjen në këtë botë. Ky hadith e përshkruan një prej përshkrimeve të ditës së gjykimit, ku njerëz do të thotë kanë me vujt shumë, mirë, po padyshim se për besimtarët ka me qenë më ndryshe edhe ka me qenë më e lehtë. Në anën e kundërt ka me pas njerëz që Allahu I ka nderuar për punët e mira që I kanë bërë, duke I fut në hijen e tij apo në hijen e arshit të tij, në atë vapë të madhe ku njerëzit kanë me pas nevojë më shumë për ta. Pastaj çu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku kuptojmë nga shumë hadithe
kuptojmë se gjithmonë kur Islami na ka mësuar neve dhe na ka nxit për me bëu vepra të mira, në shumicën e herave apo për mos më thonë gjithmonë ka qenë synim dobia e përgjithshme. Ka qenë synim e mira që mundet më i ofru komunitetit, jo vetëm të mirat personale, jo vetëm më u fokusu njeri vetëm për veten e tij, por gjithmonë me qenë në ndihmë edhe ndaj vllaut të tij, ndaj shokit të tij apo ndaj komunitetit në përgjithësi. Pasi çdo njeri i cili ja lehtëson dikujt tjetër një breng apo një mërzi, është Allahu ai i cili nuk ja humb ato edhe i gjendet në ditën e gjykimit. Çish transmetohet në hadithe ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah." Thot kush ja lehtëson një besimtari një breng prej brengave të kësaj bote, ja lehtëson Allahu atij një breng prej brengave të ahiretit. Wa man satara mu'minan satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. Dhe kush ja mbulon njeriu një tëmet vëllaut të tij apo një gabim, ja mbulon Allahu atij tëmetat e tij në këtë botë po edhe në botën tjetër. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Edhe Allahu është në ndihmën e robit të tij përderisa robi i tij është në ndihmën e vëllaut të tij. Do thotë është një nxitje e madhe që njeriu mos më shiku vetëm interesin personal, mirë po gjithmonë me qenë në vazhdimsi duke i ndihmuar edhe të tjerët në mënyrë që me arrit edhe lehtësimet që Allahu ja jep atij në ditën e gjykimit. Prej kategorive që i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i pari prej tyre është imamun adil, thot udhëheci i drejtë. Pse udhëheci i drejtë? Sepse pozita të cilën ai e mban, padyshim që e ka një vlerë të madhe, një pozitë që ka përpos përgjithësisë që e ka mundësinë edhe për me arritë shumë vepra të mira. Pasi përmes asaj pozita ai mundet që me rujt interesat e popullit të tij, mundet që me ngrit vetdijen e popullit të tij, mi shtu veprat e mira në popullin e tij. Mirë po e kundërta kësaj, një udhëhec jo i drejtë nuk i bën gjitha këto. Edhe shpërblet për ato që nuk e ka kryer përgjegjësinë e tij kundrejt popullit të tij që e ka pas. Për këtë arsye, Allah subhanahu wa taala përmes pejgamberit alayhis salam i ka nxit që njerëzit me qenë të drejtë, e sidomos udhëheci i drejtë, pasi secili ka më dhënë përgjegjësi për ato se çka e ka nën kujdesje. Edhe këtë duhet më konë një mesazh i qartë për udhëhecit tanë dhe për secilin i cili ka në dorën e tij përgjegjësi. Pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Thot secili prej juve është një kujdestar, edhe ka më dhënë përgjegjësi për ato të cilin e ka në përgjegjësinë e tij. Pastaj prej grupit të dytë është wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Thot një person i cili faktikisht grupi i dytë është shabun nasha'a fi ibadatillah. Është një i ri i cili është rrit në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pse e ka veçuar Allahu këtë? Është shumë e thjeshtë, pasi një i ri edhe pse e ka energjinë e tij, e ka vullnetin e tij të madh, e ka fuqinë e tij për me bë vepra të mëdha dhe punë të mëdha, po gjithashtu para vetes së tij ka shumë sfida, ka shumë gjëra që mundet me lakmu edhe me rshit në to. Ka shumë kënaqësi të kësaj botës për të cilat mundet me u tërheq edhe me shku te këto. Mirë po, e ka zgjedhur që me adhuru Allahun edhe në atë gjendje. Do thot me u lidh për Allahun subhanahu wa taala prej rinisë së tij. E kjo tregon një forcë devotshmërisë të tij edhe të imanit të tij, po gjithashtu edhe të frikës së tij ndaj Allahut subhanahu wa taala. Allahu e cek një prej cilësive të atyre personave që ishin në shpellë, thot innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Thot ata kanë qenë disa të rinj, të cilët i besuan Allahut edhe na ja shtum atyre udhëzimin. Prandaj pastaj prej kategorive tjera është rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Njeriu zemra e të cilit është e lidhur për xhamin. I don shumë xhamit, është i lidhur për to. Mundohet që çdo kohë të lirë që e ka me kalu në xhami. Mundohet që me i përcjell namazin deri namazin tjetër duke qëndruar në xhami. Mundohet që çdo breng, çdo hap që e ka me ardhur në xhami edhe mu taku me Allahun edhe me ia çao dertet Allahut subhanahu wa taala. Prandaj edhe ai do thot
nuk ka zemër më të qetë edhe shpirt më të lumtur se sa zemra e atij i cili është musafir në shtëpinë e Allahut subhanahu wa taala. Me të vërtetë këta janë ata ndërtues edhe gjallërues e xhamive, që Allahu për ta thot inma ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Thot me të vërtetë ndërtues edhe gjallërues të xhamive janë ata të cilët e besojnë Allahun, edhe ditën e kiametit, e falin namazin, e japin zakatin, edhe nuk i friksohen askujt tjetër pos Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot el masjidu baytu kulli taqiyyin. Thot xhamia është shtëpia e çdo të devotshme. Wa takaffala Allahu azza wa jalla liman kana al masjidu baytuhu bir ruhi wal rahmati wal jawazi ala as-sirati ila ridwanillahi ila al janna. Edhe thot Allahu ka garantu për ato e cili xhamia është shtëpia e tij, qetësi edhe mëshirë, edhe ka garantu për to kalim mbi siratin drejt kënaqësisë së Allahut edhe drejt xhenetit. Prandaj sa është dallimi i madh të ndëruar vëllezër mes atij që zemra e tij është e lidhur për xhamin, edhe mes atij që zemra e tij është e lidhur për dunjon. Padyshim që është dallim shumë i madh. Pasi ndoshta ai person i cili vjen në xhami edhe ka zemrën e tij të lidhur për dunjon, edhe në xhami kur vjen pa prezencën e zemrës. Edhe në xhami kur të vinë gjithmonë e ka detin se qysh me dal sa më shpejt prej xhamis, edhe me i kap në dunjë sa më shpejt. Sa kundërta e tij është ai person i cili edhe kur të jenë jashtë duke u marrë me punë e dunjas, e ka qëllimin qysh me hin xhami sa më shpejt, që edhe punët e dunjas mi rregullu atë duke u lidhur me Allahun subhanahu wa taala. Pastaj grupi tjetër është wa rajulani tahabba fillah. Janë dy njerëz të cilët duhen për hir të Allahut. Secili prej tyre e don njëri tjetrin për hir të Allahut. Nuk e don për asnjë interes të kësaj bote, po as nuk e don për shkak të ndonjë lidhjeje farefisnore. Që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ijtama'a ala dhalika wa tafarraqa ala dhalik wa tafarraqa alayhi. Janë bashku mbi bazën e dashurisë ndaj Allahut, për hir të Allahut, edhe janë nda për shkak të tij. Transmetohet nga Abu Huraira se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka thënë walladhi nafsi bi yadihi la tadkhuluna al-janna hatta tu'minu. Thot pasha Allahun në dorën e të cilit, pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, thot nuk keni me hyrë në xhenet derisa të besoni. Wala tu'minu hatta tahabbu. Edhe nuk keni me plotsu besimin e juaj derisa të duheni me njëri tjetrin. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum. A dëshironi që t'ju tregoj për një diçka që nëse e bëni ato, keni me u dashur me njëri tjetrin? Afshu as-salama bainakum. Thot përhapni selamin mes jush, përmirësoni raportet mes juve. Ofroni sa më shumë me njëri tjetrin, mirë po gjithmonë në bazën e dashurisë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe kjo është një prej atyre që gjanave që njeriu arrin edhe kënaqësinë edhe ëmbëlsinë e imanit të tij. Pastaj gjithashtu në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se Allahu thot inna lillahi ibadan laysu anbiya'a bi anbiya'a wala shuhada. Thot Allahu i ka disa robër të cilët nuk janë as pejgamber, po as nuk janë dëshmor. Yaghbituhum an-nabiyyuna wash-shuhada'u bi qurbihim wa maq'adihim 'inda min Allah. Thot mirë po pejgambert dhe dëshmorët kanë me i xhelozu ata për shkak të afërsisë së tyre dhe pozitës së tyre afër Allahut që kanë në ditën e gjykimit. Edhe një beduin është ngritë dhe e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a mundesh me na përshkruaj se kush janë ata? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, ata janë njerëz zakonshëm, nga fise dhe vende të ndryshme, edhe nuk i lidh ata asnjë farefisni e as një lidhje tjetër përpos lidhja e tyre për Allahun subhanahu wa taala, edhe i kanë pastruar zemrat e tyre nga çdo interes edhe qëllim tjetër. Pastaj vazhdon pejgamberi alayhis salam dhe tregon se Allahu do t'ia vendosë atyre në ditën e gjykimit mimbere prej drite dhe do t'i ulë mbi to, do t'jenë fytyrat e tyre do t'i bëjnë dritë, rrobat e tyre do t'i bëjnë dritë, edhe njerëzit kanë me qenë friksuar atë ditë përpos atyre që nuk kanë me qenë të friksuar
edhe ata janë la khawfun alejhim wala hum yahzanun, nuk kanë me pas as frikë e as mërzi. Pastaj grupi tjetër i pesti është wa rajulun da'athu imra'atun dhata mansabin wa jamalin ila nafsiha. Thot është një person të cilin e fton një grua e bukur, por edhe me pozitë të lartë, e fton ato për me bëj imoralitet, me po çka i thot ai, inni akhafu Allah. Do thot është veçu për pas që është tregu grua e bukur, mirë po është veçu edhe me pozitën e saj të lartë, të cilën e bën shumë më të tërheqëse për personat, por gjithashtu edhe shumë më të vështirë për të arritur. Megjithatë, e fton, e rregullon gjendjen e saj aq sa nuk e sheh askush, mirë po ky person çka i thot inni akhafu Allah. Për me bëu këtë dikush ndërum vëllazër, padyshim që lypet në imanin, edhe në gjendje që ja kujton vetes tij edhe në atë moment frikën ndaj Allahut subhanahu wa taala. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka veçu, do të thotë këtë person edhe ka tregu se ka më qenë prej personave që kanë me fitu hijen e Allahut në ditën e gjykimit. Gjithashtu prej grupi 6 është wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminu. Thot është ai person i cili jep sadak me dorën e tij të gjatë, ndërsa e majta e tij nuk e din ato se çka ka dhënë. Edhe këto nuk është për qëllim dora, është për qëllim që njeriu ta jap ato me sinqeritetin më të plot, atë sa të mundohet ta ruajë edhe prej vetes së tij, që nëse dora e tij e majt kish me qenë njeri, të mundohet ta fsheh ato edhe prej dorës majt. Do thotë tregon se njeriu duhet me dhonë sadakon, edhe çdo vepër të mirë vetëm për hatër të Allahut, edhe me u mundu me qenë sa më larg syfatsisht. Pasi padyshim që syfatsia grada saj ndoshta më e vogël është që njeriu ja hub shpërblimin, mirë po më rënda mundet me qenë me arrit deri tek shirku, që ka thonë pejgamberi alayhis salam që syfatsia është shirku i vogël. Edhe do thotë për atë njeriu duhet me urujt sa më shumë edhe veprat e tij e duhet me i bë me sinqeritetin më të plot. Edhe grupi i fundit për cilën ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është wa rajulun dhakara Allah fi khala'in fa fadat 'aynah. Edhe njeriu i cili e ka përmend Allahun në vetmi edhe i kanë lutur syt e tij. Nuk i kanë lutur për shkak të mërzimit, nuk i kanë lutur për shkak të dorëzimit që e ka bërë për ndonjë punë mirë, po i kanë lutur për shkak të mëkateve të tij, i kanë lutur për shkak të përmendjes së Allahut subhanahu wa taala, thot Allahu në Kur'an innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Besimtarët e vërtet janë ata të cilët kur përmendet Allahu i dridhen zemrat, edhe kur lexohen ajetet e tij, atyre ushtohet besimi. Edhe gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se duke thënë dy sy thot nuk do t'i kaploj zjarri i xhehenemit, janë ata sy të cilët kanë qarë për hatër të Allahut, dhe ata sy të cilët e kanë kalu natën duke ruajtur në rrugën e Allahut. Elusim Allahun që të na bëj prej këtyre grupeve që të jemi në hijen e tij në ditën e gjykimit, pasi padyshim që ajo se çka kërkohet prej neve për me u fut, ajo se çka i cilëson këto grupe, edhe pse ka shumë grupe tjera që Allahu i ka përmend që kanë me qenë pejgamberi alayhis salam që kanë me qenë në hijen e arshit të Allahut, mirë po këta janë veçuar me një hadith, po gjithashtu sinqeriteti i madh i tyre e bën me qenë cilësia ndoshta kryesore që veçohen për këto vepra. Elusmi Allahun që me qenë prej tyre edhe me na bë prej banorëve të xhenetit. Allahu shpërblet për